Me që përmende hemofilin që mos t'i mbesim barq, se unë e thash që është trashëguese, po t'ja u shpjegojmë. Po për cilë dhe më hemofilia A, hemofilia B është një smundje e gjakut që për cilë dhe më thënë varësisht prej kryqëzimit, dhe më thënë recesive për cilën dhe më thënë është trashëgimi. Zavendësohen varësisht prej llojit hemofilis, zavendësohen dhe për cilën gjatë jetës me faktorë, për shembull këtë rast faktori i 8 dhe 9, për shembull kur është mungesë varësisht se cili është, kompenzohen. Faktorët ata kanë tendencë për gjakderët e gjatë jetës, kanë rrezik dhe në atë kuptimin për gjakderës mos më ul gjaku, por kompenzohen domethënë kur e heqin i dham, fatkeqësisht dhe kur bëjnë ndërhyjme dhe kur kanë lëndim, domethënë gjithmonë kompenzohet. Me faktorë varësisht se cili lloj i hemofilisë dhe faktori është specifik për atë lloj dhe por ata mund të jetojnë normal. Po normalisht, po. Normalisht veç forma me trona, sigurisht që tash i ka mjekime edhe treja. Edhe ma treja që sigurisht që shkenca për ditë promovon përditësohet dhe promovon ilaçe që me u letu jetën, për shkak se është një problematikë që i përcjell gjithë jetën, prej fëmijë dhe deri në pleqëri dhe domethënë do një kujdes të veçantë, është një grup njerëzish që kanë nevojë për përkraje dhe sigurisht që po është më e rrallë si problema. Po më e rrallë. Sepse në shumicën e kohës po është edhe gjenetike, po tash e kuptova që edhe mund të fitohet ose krijohet. E rrallë, rast e rrallë.